Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Ekspres për ditën e sotme. Do të vijojmë të flasim për zgjedhjet parë kësaj radhe nga këndvështrimi i kandidatëve socialist për Tiranën. Në listën e hapur me mua në studio është Julinda Dhame. Përshëndetje dhe mirëserdhje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Juli, shkurt. Po. Ne njemi prekohesh. Julinda, po në listë apo në fletën e votimit Julinda, çfarë të motivon në radhë parë të kandidosh, të garosh? Është sfidë me vete, edhe përballja me idenë që do hyjë në listë. Atëherë, për mua ishte sfidë më vete guximi që mora për të futur në platformën deputeti që duam, në një moment të tillë si të pjekurisë time, themi, të eksperiencës time. Ky është edhe qëllimi që kisha, që mora guximin të futesha me gjithë paragjykimet që kanë për ne që kemi kohë që aderojmë Partinë Socialiste, që kanë edhe për të vjetrit, themi, po që janë dhe në një farë mënyrë të rinj. Po, gjithmonë në background, në prapasken në Partinë Socialiste, ke patur edhe momente ekzekutive pastaj. Absolutisht. Unë kam punuar, kam bërë fushata të disa liderëve, të themi, sot në Shqipëri, edhe mendova pse jo për veten time, dhe pse jo mos tregoj eksperiencën time, pse jo atë që kam dhënë për Tiranën të jap për gjithë Shqipërinë. Dhe sot jemi këtu, ishte për mua një surprizë shumë e bukur, edhe sigurisht e falenderoj Partinë Socialiste dhe kryetarin e Tiranës. Si është gara brenda llojit? Do jetë më e fortë se sa ajo jashtë llojit, kam përshtypjen unë, sepse secili do garojë për fytyrën dhe numrin e tij. Absolutisht. Gara brenda llojit, unë fakt e kam dëgjuar gjithmonë nga bisedat që bëhen. Edhe nuk isha pjesë e kësaj gjës deri më sot. Por unë po them që kjo është një garë, edhe kjo është një garë shumë e bukur, dhe kjo është një garë që unë të paktën nuk e kam me askënd. Unë e kam garën e Partisë Socialiste dhe për veten time. Për veten time kam shumë të thjeshtë të flas, sidomos për ata që nuk më njohin, se për ata që më njohin e kam treguar me fakte gjatë gjithë këtyre viteve me punën time, me eksperiencën time, me përvojat e mia. Dhe kam më të lehtë. Për ata që s'më njohin, unë dal përballë, i shoh në sy, i premtoj gjëra. Çfarë thua atyre që s'njohin, për shembull sot para publikut, kush është Juli? Atëherë, bëj një prezantim të vetes time. Kush jam? Çfarë kam bërë në këtë vend, çfarë kam bërë për familjen time, për shoqërinë time, për miqtë e mi, për qytetin tim, për lagjen time, çfarë kam bërë për trinj, çfarë kam bërë për gratë, çfarë kam bërë për artin, çfarë kam bërë për kulturën, çfarë kam bërë për sportin, për sportistët, gjithë këto vite. I tregoj me foto, kam faqe interneti, kam foto konkrete, ndryshim, nga çka qenë deri çfarë është. Dhe në fund fare u them, do keni një shoqe, një mike, sido që të vi puna, dhe do e keni telefonin tim hapur gjithmonë. Unë kam një numër telefoni që e kam gjatë gjithë jetës time, nuk e kam ndruar asnjëherë, nuk e kam mbyllur asnjëherë për askënd. Po ka nevojë sot qytetari për një njeri, një deputet, një deputete që t'i zgjidh nëpërmjet telefonit hallet? Atëherë, patjetër. Ne kemi shkuar të jemi konkret, edhe të jemi realist, dhe të jemi të vërtet. Sot fillon fushatën, nesër mbaron fushata, nuk kujtohet me njëri. Edhe unë jam këtu për ta bërë këtë ndryshime. Dhe ky do jetë, dhe ky është modeli im që ja jap gjithëve, të rinj, të vjetër, nga gjitha krahat, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është njeriu ka nevojë të ketë një zë që ta dëgjoj, të ketë një vesh që ta dëgjoj, të ketë një zë në parlament. Edhe unë do jem shoqja e të gjithëve. Si është organizuar brenda listës së hapur të Partisë Socialiste, ju kanë ndarë me zona, si funksiononi? Se natyrisht ju duhet mbledhni vota në gjithë Tiranën. Atëherë unë kam punuar në zona ndryshme të Tiranës gjatë gjithë këtyre viteve. Po kam punuar edhe në Shqipëri dhe kam një njohje me network goxha të gjerë. Dhe unë këtë radhë zgjodha mos ta ndaj Tiranën, qarkun e Tiranës në ngastra, në zona, po të jem e gjithë Tiranës. Kështu që unë kërkoj votën në gjithë Tiranën për Julinda Dhame dhe për numrin 5. Tani, përmendesh shumë projekte që ke udhëhequr, shumë detyra që ke realizuar, për çfarë ka nevojë Tirana sot? Tirana ka nevojë sot për më shumë terene sportive, që janë bërë shumë, po ka nevojë përsëri për tjera. Tirana sot, ne kemi bërë shumë gjelbrim, duhet vazhdojmë me gjelbrimin. Tirana sot ka nevojë edhe për ndryshim mentaliteti. Tirana sot ka nevojë të jetë pjesë e Shqipërisë Europiane. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne detyrat, si që kemi bërë, duhet të vazhdojmë të bëjmë, ashtu konkretisht, ashtu në teren, ashtu afër njerëzve. Kështu që unë
Do jem patjetër gjithkund, me gjithkënd, me këdo pa dallim se është qytetar socialist, apo është qytetar demokrat, apo partit tjera. Tani, ti e njeh më së miri Tiranën, ke qenë edhe pjesë e Bashkisë Tiranës. Keni lënë gjëra pa bërë? Apo do bëni gjëra më mirë? Ne kemi bërë shumë gjëra, edhe unë jam shumë krenare për punët që kam bërë. Dhe shumë veta ndoshta nuk i dinë se i kanë haruar ato që s'kanë qenë, edhe mendojnë se këto kanë qenë. Këto detyra dhe këto punët që kemi bërë ne. Thjesht unë do vazhdoj të bëj punën time për Tiranën dhe për gjithë Shqipërinë në vazhdim dhe do ngul këmbë tek punët që kam bërë. Unë do shkoj te punët konkrete, profili im dhe programi im ka të bëjë me sportin, ka të bëjë me artin, ka të bëjë me kulturën, ka të bëjë me rinin, ka të bëjë me mjedisin, ka të bëjë me turizmin. Kemi bërë dhe ka shumë nevojë për të bërë. Dhe do vazhdoj njëri konkret që e di si bëhet. Sepse dëgjoj shumë që do bëjmë këto, do bëjmë ato, pa nuk di zgjidhje, nxjerrin probleme, shumë mirë që nxjerrin probleme. Patjetër për këtë janë, për këtë është dhe opozita, por më trego zgjidhjen. Si zgjidhet ky problem? Dhe zgjidhja e problemit është një proces. Zgjidhja e problemit nuk është sot për nesër. Ka një handicap në Tiranë për shkak të Erion Velia që ndodhet në arrest? Atëherë Erion Velia është kryetari i Bashkisë Tiranës dhe është dënuar pa gjyq. Dhe sigurisht kjo nuk na pengon të ecim përpara edhe të vazhdojmë punën tonë. Por të vazhdojmë punën tonë duke besuar te drejtësia që do shkojë deri në fund shumë mirë. Po, Erion Velia ishte edhe një personazh shumë i rëndësishëm i fushatave të Partisë Socialiste në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. Sigurisht, edhe ne jemi të gjithë aty përsëri. Njësoj, e gjithë kush ishte Erionit dhe kush ishte mbrapa Erionit, ne jemi prap duke mbështetur Partinë Socialiste dhe jemi prap pjesë e saj. Dhe jemi sot, unë jam një kandidate që vi nga puna me Erion Velin prej 10 vitesh. Qartë, jo vetëm, po edhe në sektor të tjerë. Më përmendet turizmin. Pse ka nevojë për zhvillimin? Çfarë do bësh konkretisht për turizmin në Tiranë? Turizmi ka nevojë për standardizim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet bërë. Dhe unë kam qenë gjithmonë partizane dhe do të jem partizane e standardit turizmin, e standardit të shërbimit, që është shumë e rëndësishme. Unë e di shumë mirë se si bëhet një shërbim, jam vetë pjesë e turizmit, jam pjesë e turizmit aventurës, themi, dhe sot në gara që bëjë unë në motora, apo atë garën që zhvilloi Rally Albania, vinë çdo vit, jam 21 vite që bëjë, dhe vinë çdo vit të huaj, të rinj, po dhe ata të vjetrit se e din shumë mirë çfarë standardi kanë. Është i rëndësishëm kthimi, ë? Se mund vish për herë të parë, po. Është i rëndësishëm kthimi për herë të parë, për herë të dytë, për herë të shtatë, për herë të 10. Dhe unë gëzohem patjetër për të rinjt që kanë dëgjuar çfarë bëhet në Shqipëri, si është terreni, si është standardi i shërbimit nga ne, si është komatja që është e vërtet, si janë rrugët, si janë njerëzit, si është ushqimi, si janë pagesat, gjithçka është një paket shumë e rëndësishme dhe përballueshme nga të gjithë. Dhe sigurisht është një hapje që i kam bërë unë Shqipërisë cepem cep dhe jam shumë krenare për këtë dhe sot vi e prezantoj veten shumë hapur me këtë se kudo që shkoj e din e njohin dhe kam kontribuar më aq pak sa kam pas mundësi në ekonominë e gjithë kujt. Turizmi, Tirana nuk është vetëm ky kryeqyteti, betoni, asfalti, qendra. Tirana është shumë e madhe sot, është edhe Mazdajtit. Ka nevojat të tjera, ama. Edhe në Zallbastar, edhe kudo. Nevojat janë të ndryshme, kam fjalën. Nevojat janë të ndryshme. Unë vi sot nga një zonë që isha në Zallher dhe kam mbredhur gjitha dhe më vjen çudi që nuk shoh asnjë kandidat tjetër të opozitës, se që të bësh politik duhet të shohësh pak dhe çfarë ndodh në terren. Dhe megjithëse unë kam punuar me këta njerëz dhe i njoh prej vitesh, unë prapë përsëri shkoj dhe i dëgjoj. Sigurisht unë e kam pjesën rurale, themi, të Tiranës shumë të rëndësishme, sepse aty kalon dhe lidhen të gjitha, ne nisemi gjithmonë nga Tirana dhe kalon nëpër qytete të tjera nëpërmjet maleve dhe rrugëve rurale. Dhe është shumë e rëndësishme që pavarësisht se unë dua të rrugët e pa asfaltuara, është shumë e rëndësishme që të shoh si shkojnë dhe gjërat e tjera, siç është ekonomia e vogël e gjithë secilit biznesi i vogël, atë çfarë jetojnë ata. Çfarë thon ata të
Zallherrit, Zallbastarit, qytetarët që jetojnë atje, për çfarë ka nevojë ata më tepër? Se okay, ti mund ta konstatosh, po kërkesat e tyre konkrete duan ku të shesin prodhimet, se gjithmonë dëgjojmë, s'ka rrugë ku ti nxjerrin mallrat në treg e tilla gjëra. Si është realisht situata? Ata kanë probleme konkrete që normalisht ne ato që s'kemi zgjidhur do t'i zgjidhem patjetër. Edhe unë kam qenë këto ditë për të prezantuar për këtë gjë, pavarësisht se jam shumë shpesh në për zona, për prezantuar këtë gjë që unë sot jam garancia jote, sepse unë jam njeriu punës, unë jam njeriu që më shef gjithmonë, nuk më shef sot për herë të parë. Edhe unë këtë po bëj. Ka nevoja patjetër që ka nevoja, duke i treguar që mos i çoni kalamajt jashtë shtetit. Shumë shpejt do vi pasaporta europiane, ajo që kemi ne prioritet dhe strategji të Partisë Socialiste, dhe duke i shpjeguar si vjen Europa te gjithë secili nga ata, sa e rëndësishme është. Dhe kjo ajo që duhet bëjmë ne tani, është që duhet të përkthejmë gjithë vizionin e Partisë Socialiste në hapa konkret, hapa të vegjël, si i takon gjithë secilit. Domethënë, mos ta lidhim vetëm me pjesën e dinjitetit, patjetër që është shumë e rëndësishme që ajo pasaportë është një dinjitet. Po si shkon e gjithë kjo, si përkthehet ai punëtori thjesht, njeriu thjesht, familja thjesht, ai njeriu i thjesht i Zallbastarit dhe Zallherrit kërkon rreth parë kushte për të arritur fëmijën atje, shkolla më të mira, rrugë, ujë të pishëm 24 orë. Ja, ujën e pishëm e premtojnë politikanët gjatë 35 viteve dhe ende sot e kësaj dite nuk ka 24 orë. Do marrim fund këto me këtë mandat që premtoni ju të... Unë nuk po e them këtu, po unë e kam folur shumë hapur. E kam folur edhe për të metat tona, si për edhe gjithçka që kemi bërë. Po flasi si pjesë e bashkisë tani. Dhe i kam folur shumë hapur dhe kam premtuar një gjë që do ta shihnim mbas. Këna e thuaj premtimin? Jo, nuk e the. Okej, dakor. Qytetarët e dinë atë do japin votën. Si është përballja apo si është bashkëpunimi me që jemi te Zallherri, Zallbastari, personazhe që janë për të disa të herë të zgjedhur në ato zona, Xhemal Çfalia për shembull, që është vendali dhe e një mirë zonën. Ka probleme, ka fërkime apo punoni në grup? Atëherë unë kam dalë për veten time. Edhe sigurisht dëgjoj patjetër kam mbështetës nga të gjitha anët dhe fan nga të gjitha anët, edhe absolutisht ne kemi kolegë, siç më thonë që jam e PD-n edhe nuk mund t'i kthej mendjen, e kupton, ose unë i flas për partinë, i flas për veten time dhe i flas për gjithë grupimin tonë dhe gjithë vizionin. Dhe nuk ka nevojë që t'i them jo, po ti do më votosh mua, absolutisht. Përkundrazi, respektoj mendimin ndryshe dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ai e di vet. Patjetër, po. Si edhe për krahun tonë. Po ju mes njëri tjetrit, me njëri tjetrin vetë, kandidatët. Po unë absolutisht nuk kam se si të ul asnjëri nga njerëzit kandidat, nuk bëhet fjalë fare. Tani, unë kam votat e mia, unë marr atë që më takon. Dhe unë kërkoj atë që më takon. Po mirë, në fund do duhet që ai që merr më shumë. Qytetari duhet zgjidhë vet. Unë shkoj e takoj. Le të shkojnë dhe tjerë, takojnë ta bindin. Si ndërthuret kjo? Si ndërthuret atëherë? Okej, po e bëj ndryshe pyetjen. Si ndërthuret eksperienca me, le të themi, me risit, me të rejat, me të rinjt që vinë Partisë e Lista, ka shumë të rinjë të reja që janë në një farë mënyrë të ndërthurur me njerëzit me eksperiencë, për të mos thënë siç përdoret rëndom xhaketat vjetra apo më të vjetrit. Po nuk ka asgjë të keqe për këtë. Domethënë lista jone e Partisë Socialiste, lista e hapur, e gjen veten kudo. Domethënë çdo kush mund ta gjejë veten atje. Mjafton që të shohë listën dhe thotë, unë e gjej veten te ky, unë e gjej veten te kjo. Unë nuk e kam bërë fare fushatën deri tani të paktën dhe këto 50 ditë që kanë ngelur, nuk kam ndërmend ta bëj duke sulmuar tjerët. Unë tregoj veten time, unë garën e kam me veten time. Unë edhe në një garë që futem, nuk e kam me të tjerët, përkundrazi. Ky për mua është një zbavitje, për mua nuk po mos garon, atë do quaj garë, po mos kishim patjetër unë garoj dhe garoj për të fituar, dhe kjo nuk ka diskutim. Por që të fitoj duhet ta bind tjetërin, duhet ta bind me hapa konkret. Nëse dikush nuk e ka bindur këto 4 vite që ka qenë përpara, atëherë si të duket lista e kundërshtarit, nuk është vetëm kundërshtari tradicional, Partia Demokratike, por ka edhe shumë lista tjera. Lista e kundërshtarit hapur, kam gjetur shumë element mirë, për thënë vërtetën. Vjen mirë që ka të rinj shumë të mirë dhe sot është mundësia e çdo shqiptari për zgjedhur çdo lloj partie, çdo lloj njeriu që mendon që ja vlen, dhe unë jam gjithmonë partizane e të rinjve. Kemi nevojë edhe patjetër për njerëz me eksperiencë, unë jam një nga ata, nuk diskutohet, por duhet një mix, është shumë e rëndësishme kjo. Si do të ndikoni për sportin? Tirana është një mori klubesh, Tirana është edhe Kavaja, Tirana është dhe Rogozhina, kampion të Shqipërisë, do ketë
Po Tirana është dhe Tirana, që ndodhet në krizën më të madhe të historisë saj. Po si do ndikoni që të përmirësohen apo të ringrihen vlerat e Tiranës, se janë vlera? Se ju flisni vetëm për futbollin. Po të futbollit kisha. Ne sa më flas për gjithë sportin. Po tani ti flet duke u nisur nga relli që është sport dhe turizëm së bashku, po e nisim me sportin. Patjetër dhe futbollit, se djali im për shembull është me Tiranën dhe nuk kam sta hedh poshtë. Domethënë edhe futbolli nuk diskutohet. Atëherë unë ajo që dua të bëj për sportin është shumë e rëndësishme ligji sponsorizimi. Siç dua ta bëj për sportin, do ta bëj edhe për artin e për kulturën. Kjo është një domosdoshmëri. Që do të thotë që bizneset duhet patjetër të kenë një lehtësim nga shteti shqiptar me qëllim që ai fond të shkojë për sportin, për artin dhe për kulturën. Pra të shpenzojnë duke sponsorizuar dhe të lehtësojnë nga taksa. Nuk bëhet sport pa pasur mbështetje financiare, mbështetje konkrete. Një kjo. E dyta, jam për sportin për gjithë, që kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne e kemi bërë, dhe po thjesht po vazhdoj projektet që kemi bërë me Komitetin Olimpik, me Bashkinë e Tiranës, me ekipet sportive që janë sot volejboll, basketboll, në për gjitha shkollat, me ekipet sportive që janë në gjithë palestrat, që arritëm të rregullonim gjithë palestrat e Tiranës për të futur, për të punuar klubet dhe shoqatat sportive me trind, por gjithashtu ka shkuar në gjithë Shqipërinë. Shumë shpejt do filloj për futbollin bashkë me Ministrinë e Arsimit dhe Sport dhe Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe ku ka më mirë, më vonë do filloj dhe për shahun, dhe shohim që të paktën të rinjt i heqim nga celulari, i heqim nga kafenet, ato që rinë gjithë ditën, që nuk flasim me njëri tjetrin, dhe ne jemi prindër vet, ne duam më të mirën për fëmijët tanë. Atë që kemi bërë ne, jo t'ja bëjmë jetën shumë thjesht, pa atë që kemi bërë ne, thjesht t'i edukojmë në rrugën e duhur. Po nuk i kthejmë dot më Spartakiadat dhe ato që kemi bërë ne. Se ka edhe këtu një dilemë. Ne kemi bërë futboll e lojra edhe në dhe, jemi vrarë, jemi zhgryje, ishte kohë tjetër. Nuk po themi të kthehemi në atë kohë, absolutisht. Ne po japim kushte, po japim terene me qëllim që të ketë mundësi çdo kush të zgjedhë sportin. Edhe këtu opozita thotë që i ndërtuar shkollat për vollot duke shumë fishuar çmimin. Bashkia e Tiranës. Nuk do t'i futëm fare këtë diskutime. Opozita e ka pasur në dorë pushtetin dhe unë kam foto konkrete të tregoj dhe është mos e dukshme si ka qenë dhe si është bërë. Për çfarë dole fusha? Unë nuk jam këtu për të bërë politikë, unë jam këtu për të tregu programin tim, programin Partisë Socialiste. Kjo është e rëndësishme për mua, që të ndëgjojnë ata që kanë interes për program, jo ata që bëjnë zhurmusin. Opozita thot gjithashtu se dalim të trashëgimia kulturore që duhet të jetë një pjesë e programit tuaj, sepse kultura aty u shkatrua Tirana e vjetër, Tirana historike, dhe u betonizua me pallate dhe kulla shumë katëshe. Kësaj që thoni? Kësaj që thoni, ne kemi shumë përgjigje për këta. Ne po bëjmë, ne kemi kalan e Tiranës, ne kemi kala kudo në për që po i rifreskojmë, themi. Ne kemi revitalizojmë. Unë po bëj një program të veçantë Kthim në identitet. Kthim në identitet janë dhe ato vende që sigurisht nuk janë prishur, që janë edhe pikat kryesore ku shkojnë turistët, duke pasur eksperiencën time. Po ne kemi Muzeun e Tiranës që do hapet shumë shpejt. Ne kemi zakonisht shumë për të ofruar. Tani, të thuash që ti je kryeqytet europian dhe ti ndalon zhvillimin urban, është gënjeshtër, se ata po tjenë do ta bënin. Është gënjeshtër. Tani, duam apo s'duam, kemi hyrë në një problem lokal. Tirana është gjysma e Shqipërisë në popullat dhe në zhvillim, po duam apo s'duam, do flasim për çështje lokale. Transporti, trafiku në Tiranë janë problem. Po, dhe ne kemi gjetur një zgjidhje, por është edhe çështje mentaliteti. Ne kemi bërë hapësirat për bicikleta. Ne kemi bërë hapësira pedonale, që shumë njerëz tani duhet fillojnë që 2 km, 5 km, bëjmë 16 km në ditë, 20 km në ditë, mund të bësh dhe shumë mirë në këmbë, mund të ecësh me bicikletë. Kjo është pastaj për të diskutuar, sepse sot po ta shohësh ka ndryshuar shumë gjëra. Në fillim ne na kanë mallkuar për ato kursitë e bicikletave, pa tani përdoren shumë. Po ku do parkojnë njerëzit, po mirë? Ku do parkojnë njerëzit dhe gjejmë edhe ata. Do bëhen pallate me parkime të jashtëzakonshme. Do filloj pastaj vetëm ndërtesa, vetëm parkime, siç e ka gjithë bota, nuk është se do bëjmë në shpike. Çfarë tjetër do t'i premtoni qytetarëve? Për shembull, flasim pak për gratë. Çfarë ka nevojë gratë në vetvete, sepse
ju keni një lloj diskriminimi pozitiv në raport me pjesën tjetër të listës. 1/3 do të jetë detyrimisht gruaje. Unë mendoj që më problem do të kenë burrat për diskriminim në këtë kohë. Diskriminim pozitiv e quajta. Kështu që, domethënë, ju favorizon kodi dhe ligji zgjedhor që në rast se janë 3 të rënditur meshkuj me më shumë vota, i treti, ai që ka më pak, do t'i lërë vendin gruas rënditur me më shumë vota. E përkthyer në pjesëmarrjen e grave. Unë vi këtu dhe me një program tjetër për nënat e divorcuara dhe nënat që janë vetëm, dhe ato që kanë lindur fëmijët edhe kanë rritur e kanë shkolluar vetëm në gjithë këtë botë maskiliste që shqyqur po ndryshon, dhe kjo është e rëndësishme. Për mua kjo është e rëndësishme, gjithë vështirësitë që mos dorëzohen asnjëherë, që të edukojnë fëmijët me dashuri, edhe unë për ato do bëj, për ato do shkoj në parlament dhe patjetër do bëj mbështetje financiare në çdo lloj forme, do ta gjej mënyrën. Kjo është e rëndësishme për mua. Sa i përket listave, ju e dini shumë mirë, si në Këshill Bashkiak, si nëpër ministrira, si drejtorira, janë më shumë gra dhe mbështes plotësisht këtë gjë, të njëjtën gjë do bëja edhe unë, sepse janë gratë, punojnë me ndërgjegje, punojnë dhe me zemër. Po, nuk do na thuash dy fjalë se si konkretisht do të ndihmosh, ka diçka konkrete? Për shembull, Partia Demokratike thotë 100 ditë të para pensioni 200.000 lekë ose 200 euro. Po. I ka gjëra konkrete. Jo, e kam fjalën për gratë në nevojë apo gratë. Jo, në kohën e pension patjetër, nuk diskutohet. Unë do shkoj me linjën e partisë. Ndërkohë po flas për të bërë diçka ekstra për nënat që janë vetë. Do jeni zëri i tyre pranë parlamentit. Dhe një pyetje të fundit, një parashikim, sa do të jetë numri i mandateve që Partia Socialiste pritet të marrë apo mendon se do të marrë në Tiranë dhe në Shqipëri? Atëherë po flas për Tiranën se e shoh shumë mirë në aspektin tonë. Tani, unë nuk shoh gjëkuti, ose më thot njëri kur takoj shumë pak veta që janë me opozitën dhe habitëm, nuk kanë ikur akoma dhe akoma nuk po i gjej, se jam shumë në terren, të them të vërtetën, edhe po unë them jo 20, po ndoshta marrim 21, nëse shkon kështu siç kemi nisur ne me këtë energji. Ndërsa Shqipërinë nuk di ta parashikoj, të them drejtën, po e di shumë mirë që Fieri do marrë një më tepër, Vlora do dali shumë mirë, Shkodra do dali shumë mirë, se ka forcë goxha të mirë. Kam njohur gjithë kandidatët e rinj, Korça do dali shumë mirë, kam njohur kandidatët e rinj te podcasti që bëm me kryeministrin, dhe me thënë të drejtën e më surprizuar shumë për mirë, edhe më ka ngrohur e gjitha kjo. Julinda Dhame, të falenderoj që ishe me mua sot në studio. Të falenderoj të. Ishte Julinda Dhame, ishte Ekspres edhe për ditën e sotme, bashkë më në takofshim.